Banorët të Pogradecit u mblodhën sërish në një protestë qytetare për të shprehur shqetësimet dhe kërkesat e tyre ndaj institucioneve përgjegjëse. Të pranishmit deklaruan se problemet që kanë ngritur prej kohësh mbeten ende pas zgjidhje, ndaj kanë vendosur të vijojnë reagimin e tyre publik deri në marrjen e një përgjigjeje konkrete. Unë si taksapagues dhe si biznesmen i këtij qyteti nuk e di se për çfarë shpenzohen taksat që mblidhen për këtë qytet. Nuk di të jetë bërë një rrugë që të ketë standarde të rregullta dhe europiane. Më parë prishën rrugët se sa ndërtohen. Nuk kemi një spital me të ketë kushte optimale dhe si duhet të paguhen, si duhet të jenë të gjitha. Brezi im u hodhëm kundër sistemit komunist. E hengërëm neokomunizmi për demokraci. Ja ku jemi. Më vjen shumë mirë që rinia e sotme është zgjuar, sepse është dhe e mençur, e ditur, por se dhe botën, brezi jonë nuk shihte. Dhe ka marrë në dorë ta ndryshojë situatën. Këtu midis nesh ka dhe turista, dhe midis atyre ishin 5 turista holandezë. Dhe në kontakt me ta ju kanë thënë kështu: Zotrinj, pse po qëndroni, po shikojmë këtë protestë. Dhe më në fund i bëj një pyetje: sa merr pension zotrinj, do më falni? Më thot, marr 2000 euro në muaj. Ka mundësi të më pyesish mua, i them? Dhe kur më pyet, më thot, ti sa merr? Unë marr 200 euro në muaj. Dhe kam punuar në minier. Dhe ai thot tur. Sigurisht që ne nuk jemi kundër zhvillimit, sepse njerëzit cilët duan të dizevermojnë, të gënjejnë, të hedhin balë mbi këtë protestë, thonë që me demek ne jemi kundër zhvillimit. E kundërta është e vërtet. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, por jemi kundër atyre ndërtimeve të cilat nuk i shkojnë për shtat qytetit tonë. Protesta u zhvillua pa incidente, ndërsa banorët deklaruan se do të vijojnë të organizohen në ditët në vijim me synimin për të sensibilizuar opinionin publik dhe për të kërkuar zgjidhje për shqetësimet e ngritura prej tyre.